Some of our data centers today runs about 20% on solar panels and we hope to increase it. Disa prej qendrave të të dhënave janë rreth 20% të bazuara në panele solare dhe shpresojmë që do të arrisim në 100% brenda disa vitesh. Kjo është një histori që nuk përfundon dhe nuk ndodh vetëm për shkak të standardeve ESG, por për shkak të kostove dhe për shkak se askush nuk dëshiron një glob që po digjet. Kështu që bëjmë shumë përpjekje për digitalizim dhe mendoj se Kosova mund të bëjë më shumë në këtë aspekt. Në CCR apo përgjegjësinë sociale të korporatave punojmë shumë edhe me ESG, por edhe me mundësinë e shfrytëzimit të një pjese të tatimit ton, duke dedikuar në projekte mjedisore, si dhe ato të inovacionit. Sa i përket përgjegjësive sociale, mendoj se diversiteti gjinor është diçka që funksionon shumë mirë në kompaninë tonë. Ajo që kemi planifikuar për të ardhmen janë shumë nisma për optimizimin e energjisë dhe kjo shkon direkt në investimet të reja në panele solare. Nëse nga imponohen këto ESG të cilat janë për të mirën tonë, na bojnë më fort neve, na bojnë më eficient neve dhe jetojmë më mirë me bizneset tona, unë shoh si diçka shumë pozitive. Atëherë kemi mjedisin e patëm sociale. Na vesh jemi të pagu këtë pjesë të sociale, pse dhe kemi përparu shumë kohëve të fundit se është edhe integrimi i gruas, që kemi dyfishuar kontributin shoqëni tuaj qenë kontributi i gruas në shoqëni. Unë për shembull i kam 1200 bashkëpunëtor, 600 femra. Edhe besnikrin, edhe çdo problemi që i kam dika tjetër aty shkon. Dhe ne si institucion e shohim maset nevojshëm mbështetjen tonë për tregun dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës përmes financimeve të gjelbërta dhe rritjen në përgjithësi të mbështetjes sociale dhe ekonomike dhe ambientaliste gjithashtu. Gjatë vitit 2024, ne si bank kemi aprovuar strategjinë për vitin 2024-2030, strategji e cila mbështetet në 3 shtylla kryesore: mbështetjen mjedisore, sociale dhe qeverisjen e qëndrueshme dhe transparencën në qeverisje. Qëllimi jon ka qenë që përmes financimeve të tona, cilat i kemi jashtëzakonisht të përqendruara gjithashtu në mbështetjen e zhvillimit të energjisë, kemi bërë që gjatë kësaj periudhe objektivat cilat i kemi përcaktuar në strategji, që janë objektiva mjaft ambicioze, t'i arrim duke ndikuar direkt tek klientat tonë cilët kanë shprehur gatishmëri në investimet e tilla. Në Shqipëri akoma nuk ka një ligj që të detyron implementimin e ESG-s, por ne si kompani kemi filluar duke me hapa të ligjit duke implementuar disa prej pikave që përfshin ESG-a, duke filluar si me reduktimin e plastikës, me mbrojtjen e mjedisit, kursimin e energjisë dhe më kyçja përmirësimi i kushteve të punës për të gjithë grupet kompani që ne kemi pjesë të grupit tonë. Në Maqedoni fatmirësisht ekzistojnë këto ligje, domethënë që në suazat atyre punojmë edhe neve. Janë 3 ligje, janë ligjet për betorinat, ligjet për përgjegjësitë e përbashkët, edhe specifikisht ligji për betorinat e paketimit. Në Maqedoni domethënë punohet në Maqedoninë e Veriut, punohet me logjikën totë si paguam. Ashtu që në bazë të ligjit të gjithë kompanitë që prodhojnë ose importojnë, me logjik kanë një farë paketimi, edhe për atë paketim janë të detyruar të paguajnë taksa. Me të hollat për atyre taksave që i pagojnë te kompania jonë, neve jemi të detyruar, domethënë ti përjedhim ato veturina, ti reciklojmë, edhe sipas mundësisë ta mbyllim atë ekonominë qarkore famoze të gjithë kemi qelta të përdorim, po është shumë e rëndë për të bërë. Kjo tema ESG është një temë e cila vazhdimisht po merr rol edhe tendensë për mikrofinanciar është jashtëzakonisht e rëndësishme kjo pjesë, me thonë që ndër pjesët kryesore të implikimet të bëjmë pas. Do thonë përshtatja, harmonizimi, trajnimi, edukimi në ato standarde, jo për shkak të kërkesës që i kemi nga regulatorët se shumë janë në Kosovë faktikisht kanë filluar shumë herë, ndoshta se sa vende që velia që ka filluar do ne bëjmë pasi janë në sektorin financiar që 26 vite, me thonë që gjithmonë ka qenë një pjesë e rëndësishme e institucioneve financiare, ku
ku kjo pjesa e përgjegjësisë sociale, ndikimit social gjithmonë ka qenë shumë e rëndësishme për shkak se ky është garantionë në fundit ne kemi me jetu dhe pasardhësit tonë kanë me jetu Belgrad, kështu që kjo bën dhe kjo është shumë të rëndësishme. Sa jemi të vëdësuar në këtë drejtim, mund të them që jo atë sa duhet. A jemi të vënuar, mendoj që jemi shumë të vënuar, sepse Bashkimi Evropian nuk të pret, dhe ne në rast se dojmë me qenë me standardet të Bashkimit Evropian, atëherë duhet të kemi të gjitha këto standardet, kështu që kjo është një diçka mirë që po ndodh sot, që për disa kompani ka qenë diçka e re kjo sot çka po flitet, dhe kjo është shumë e mirëseardhme për gjitha kompanitë në Kosovë. Kompanitë prodhuese janë të obliguara të kanë këto standarde për shkak se s'mund të plasojnë produktet e tyre jashtë vendit. Dhe kjo është një gjë e mirë, e tha edhe parapolsi më herët, që jo që kam dash, por ka qenë një obligim. Dhe unë ndoshta do ishte mirë të bëj thirrje për secilin kompani që të kryjnë këto hapa, që të janë të standardizuar, që mos të jenë për ta vonë, sepse një ditë, momente që kur ne të vonohemi, konkurenca neve na merr me vete dhe jemi shumë mbrapa. Fatkeqësisht është shumë pak duke u implementuar si projekt. Tu më parasysh që ka rëndësi shumë të madhe është implementimi shumë i vogël, edhe kanë treguar se një rëndësi që ne duhet të marr hala më shumë këtë proces. Ne si Akademi e Burimeve Njerëzore në konsultim të vazhdueshëm me bizneset japim këshilla dhe udhëzime se çfarë hapa duhet njekin që të bëhet ky implementim. Ka biznese që kanë shprehë interesim, kanë filluar mirë, por për shkak të kostave që fillestare që i kanë projekti si projekt, janë duke i menduar ose i shqyrtuar si procese, mirë për në përgjithësi është interesimi pothuajse shumë pak në këtë temë. Edhe përkundër faktit të informimit të vazhdueshëm, informimit të përgjithshëm, përcjelljen e standardeve të përgjithshme në botë që ka implementime, kjo ndikon edhe që bizneset të jenë më të vetëdijsueshme ose më të përkushtuara në këtë temë, mirë po të shohim në të ardhmen se si ka me ndiku kjo në përgjithësi.